dhe të bësh koalicion në këtë emër dhe sa madhështor do të jetë në raport me fitoren mbetet për të parë me datën 12 maj, sepse do numërohen votat dhe do dali madhështoria e humbjes apo e fitimit. Po në rast se është e fitimit, çfarë konkretisht fitimi? Fitimi bashkëqeverisi me Partinë Socialiste apo bashkëqeverisi me një parti tjetër që duhet ta kemi si gomardare për të bërë formimin e qeverisë? Sepse me këtë koalicion nuk kemi Partinë Demokratike me 71 mandate plus. Do të kemi një parti demokratike që nuk do të marrë 71 mandate. Gjithashtu mendoj dhe Partia Socialiste nuk do të marrë 71 mandate. Por madhështia e prezencës së partive me vull kryetari dhe jo me antarësi dhe jo me vota më le shumë të dyshoj për rezultatin e mundshme në zgjedhjet e 2025-s. Brenda këtij koalicioni janë edhe dy parti tjera, siç është ajo e Vangjel Dulës, PBD-ja pra Vangjel Dulës, por edhe PD-ja e Shpëtimit Drizit, teksa ky i fundit ka theksuar që është duke negociuar ende me Partinë Demokratike sa i përket përfshirjes në këtë koalicion dhe kërkesave që ai ka sa i përket çështjes së shqiptarëve të Çamërisë, por edhe përplasjes me Vangjel Dulën sa i përket çështjes së Fredi Bellerit. Si mendoni, si mund të qëndrojnë këto dy forca politike antagoniste me njëra tjetrën në këtë koalicion dhe sa mund ta rrezikojë këtë koalicion që të përçahet? Së pari, unë do përgëzoj dy subjektet politike. Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet, që i përket komunitetit Çam, dhe Partia e të Drejtave të Njeriut që i përket komunitetit grek. Pse e bë këtë gjë? Sepse Partia Socialiste nga 2013 deri më sot ka bërë vetëm propagandë si për komunitetin Çam, ashtu dhe për komunitetin grek. Dhe ka tentuar të degeneroj, të shuaj imazhin, historinë e këtyre dy subjekteve politike të cilët ka një trashëgimi, pra ka një komunitet, ka një grup që mbështeten. Është e drejta e gjithkujt, e çdo personi që të ketë bindjet e tij fetare, politike, origjinës së tij, të ketë pretendime. Pretendimet nuk do të çojnë në luftë. Pretendimet mund të çojnë edhe në paqe. Pretendimet mund të çojnë edhe në marrëveshje. Pretendimet mund të çojnë edhe në negociata. Pretendimet mund të japin rrugëzidhje për çdo problem që mund të kenë komunitetet të ndryshme në Republikën e Shqipërisë. Kjo gjë që ka sjell dy subjekte politike që kanë kundërshtimet e tyre në aspektin historik, nuk i bën kundërshtar në aspektin e pushtetit, sepse pikërisht këto dy subjekte politike në marrjen e pushtetit do tentojnë që të zgjidhin këto probleme nëpërmjet dialogut. Më fal, nuk ekziston zgjidhja e këtyre problemeve nëpërmjet atërmbetjes apo konfliktit, sepse nuk do kesh rrugëzidhje. Sepse pikërisht pretendimet e tua nuk do të shkojnë në një trues dialogu. Pse duhet ne të themi që kjo aleancë bën të dy subjekte të jenë konfliktual me njëri tjetrin? Për mua jo, se përderisa komuniteti Çam dhe komuniteti grek ka pretendime, ato pretendime duhet të zgjidhen në rrugë diplomatike, që në asnjëherë në historinë e saj Partia Socialiste që qeveris vendin nuk ka guxuar dhe me aleancë me Partinë e Drejtësi, Integrim dhe Unitet me komunitetin Çam të shkojnë në rrugë diplomatike të zgjidhë problemin e Çamërisë. Se ka bërë kur Partia Socialiste, sepse pikërisht Partia Socialiste ka tentuar që mos ketë përfaqësim në Parlamentin shqiptar as komunitetit grek,
që vjen nga radhat e PBDJ-s, as nga komuniteti çam që vjen nga PDU-ja. Sepse ka tentuar, e ka bërë, ashiqare këtë gjë. Dhe në prezencën e tij në Greqi që bëri Rama për të folur mirë për grekët, për të folur mirë për çamët, nuk tha asgjë tjetër përveç se tha do bëjmë negociata, do bëjmë marrëveshjen. Pra edhe deti që fletet për Berishën edhe për Ramën, njëri e dha me vendim Këshillit të Ministrave dhe me qeverisjen greke, tjetri e dha me një telefon dhe tha jemi dakord me ty që ti po hapesh edhe po shtohesh në Shqipëri si shqyqyr që po na ushtove. Pra, Partia Socialiste me diplomacin, apo më mirë do të thoja me marrëdhëniet me ndërkombëtarët, punon shumë privatisht, mendon se akoma Shqipëria është parcel e Partisë Socialiste. Është e gabuar kjo gjë. Dhe aleanca e partisë PVD-një dhe PDU në një koalicion tregon qartazi diçka që shqyqyr që do vim në një kompromis që të futet në një vijë dialogu, negociata dhe pse jo marrëveshje për të zgjidhur një problem, një konflikt që mund të ishte zgjidhur me kohë, por ama çfarë kërkon? Kërkon iniciativë politike që të arrihet dialogu diplomatik, se nuk besoj unë që dialogu diplomatik do arrihet nga Sali Berisha si kryetari i Partisë Demokratike. Unë e besoj se dialogu politik dhe diplomatik arrihet me një Sali Berisha kryeministër, me një Shpëtim Idrizi ministër i jashtëm dhe urdhro shko negocio, sepse në rast se ti e merr rastin e çamëve si një pjesë të politikës tënde, normalisht ke edhe një rast tjetër brenda kësaj, komunitetin grek. Se edhe greku do të mbrojë komunitetin e tij. Nuk është komuniteti i tij vetëm ata të cilët i quan ai grek nga pjesa ku është minoriteti, por për grekët janë të gjithë njësoj kush ka edhe shtetësinë greke. Pra, ai do të mbrojë po prap qytetar shqiptar. Sepse qytetarët shqiptar mund të kenë 2 shtetësi, 3 shtetësi të tjera. Pra, nuk e kuptoj pse ne duhet ta bëjmë kaq konfliktuale kur kjo, ose më mirë, këto çështje mund të zgjidhen në rrugë diplomatike dhe të mbarojmë një herë përfundim në këto situata që na kanë krijuar këta. Sepse për Partinë Socialiste mos qenia e dy forcave politike në një koalicion i jep të asaj të vota, por këto parti duke qenë në koalicion çfarë fitojnë? Fitojnë dinjitet, sepse nesër do shkojnë të përballen si pushtet në rast se bën pushtet për të përfituar për antarësinë e tyre, për njerëz që ata përfaqësojnë dhe mbrojnë kauzat e tyre, sepse ne duhet ta dini edhe ta keni parasysh, partitë politike nuk përfaqësojnë një komunitet, që është ndaluar në kushtetutën tonë, prandaj këto 2 komunitete përfaqësohen me emra të përgjithshme. Pra, komuniteti grek përfaqësohet nga një parti që quhet Drejtësi, pra për të drejtë e njeriut, ndërsa komuniteti çam përfaqësohet nga Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet, sepse ne në kushtetut nuk njohim përfaqësimin me pra fjalit të posaçme komuniteti grek, nuk i njohim ne kështu. Duhet jetë i përgjithshëm sepse ata përfaqësojnë gjithë qytetarë shqiptar, pavarësisht se je grek, je shqiptar, je amerikan, je të një pakice të posaçme në Republikën e Shqipërisë, për kushtetutën tonë, çdo subjekt politik përfaqëson të gjithë qytetarët.